Gjimnazi Sami Frashëri në Kumanov kërkon dislokimin e shkollës nga ndërtesa administrative e kompanisë së dikurshme Zik. Drejtori i shkollës Isen Rahmani ka deklaruar se objekti aktual, kushte vendosur shkolla nuk siguron kushte të mjaftueshme për zhvilluar procesin mësimor. Lidhur me dislokimin e nxënësve të shkollës së Gjimnazit Sami Frashëri Kumanov në ndonjë objekt të ri, edhe ne si në programën shkollore kemi futur si prioritet dislokimin e nxënësve në një objekt të ri shkollor. Megjithatë, në mënyrë oficiale deri më tani nuk kemi asgjë të informuar nga ana e Kuvendit Komunal nga komuna, as nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Si është puna, ne nuk jemi të njoftuar lidhur me të. Apeli jonë do të ishte që këshilltarët komunal në mënyrë të veçantë këshilltarët komunal shqiptar, në një farë mënyrë duhet të bashkëpunojnë me kolegët e tyre këshilltar Maqedonas, partive maqedonase, që në mënyrë sa më shpejt dhe sa më mirë të zgjidhin problemin e nxënësve shqiptar të Gjimnazit Sami Frashëri Kumanov. Për shkak se ne këtu jemi në kushte shumë të vështira, kemi klasat janë shumë të vogla, dhe kemi telashe dhe probleme për realizimin e procesit mësimor. Nuk ka sallë sportive, nuk ka terene sportive, kështu që krijohen probleme të cilët pengojnë në realizimin e plan programës mësimore, ashtu siç është e parapar nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski dhe Këshilli i komunës së Kumanovës më datë 15/11/2014 është dakorduar që ky propozim vendim të zgjidhet në drejtim urgjent që të ndryshohet plani urbanistik i cili do të parashë që objektet që gjenden në kuadër të ish kazermës të adaptohen për nevojat e dy shkollave të mesme në gjuhën shqipe, pra për gjimnazin dhe shkollën e mesme teknike në Shqip me dislokimin në kazermën në Lagjen Bedinje. Këshilltari i BDI-s në Kumanov, Ridvan Hasani, për televizionin Hana konfirmon se sjell vendim për ndryshim të planit urbanistik, me shkallë ka filluar procedura për dislokimin e shkollës. Edhe kjo është projekti që ka premtuar nga BDI-ja edhe nga niveli qendror dhe nga niveli lokal, dhe konkretisht ne si pushtet lokal kemi marrë hapat e parë, kemi ndryshuar planin detaj urbanistik aty, edhe pritet shumë shpejt që aty të fillojnë punimet e kazerma. Besojmë, tash nuk duhet të flas para kohe, gjërat, po besojmë që viti jashtëm, unë jam i optimist që viti jashtëm në objektet e reja do t'i gjenden nxënësit tonë të shkollës mesme Sami Frashëri. Aty është morë hapësirë që do t'jenë për shkollat hapësirë konsiderueshme, do të ketë mundësi edhe kabineteve, mundësi edhe çdo gjë, thjesht njëra për gjithmonë mbyllet problemi i arsimit mesëm. Nuk duhet pa potencu, jemi në procesin final, gati ndoshta mund të fillojmë shumë shpejt edhe ndërtimin e sallës, që do të ketë një sallë për gjitha kampus që është aty, edhe fakulteti, edhe shkollat e mesme, një sallë e madhe sportive. Ju kujtojmë se 15 vjet nga shkëpuqja e paraleleve shqipe prej shkollave të mesme në Kumanov, paralelet e teknikës dhe ekonomisë vazhdojnë të jenë ende në vasalitetin e shkollave maqedonase.